Vajza, fal, si kalove. Do gatuaje për mua për 10.000 lekë? 10.000 lekë s'bën sufaqe. Jo, do me thënë. E para na refuzoi, kështu që duhet gjejmë se s'bën dikë tjetër. Hajdeni. Do gatuaje për mua për 100.000 lekë? Patjetër, pse jo? Tani. Po shiko, unë jetoj në Elbasan, në fakt këtu jam Tiranë ke shtëpia e Gocës. Atëherë të vim pak më vonë, do na japësh adresën. Mirë, në Okej. rregull, Tani pagesa normalisht do përfshi shpenzime, ti s'ke pse shqetësohesh fare. Si quhesh ti më fal se s'e pyeta? Okej, unë jam Flavia. Zoe. Kështu që do shifemi më vonë. Më duket se më ka thënë për një derë gri. Nuk e di cila nga këto është. Po I bim herë derës. Çfarë sta del njëri tjetër. Përshëndetje. Si jesh? Faleminderit. Si shkoi dita sot? Përgatitje. Do bëjmë një gjë të shijshme, Po, patjetër. Kjo është tavolina e misardhjes dhe janë ca gjëra shumë speciale. Kullu e thar edhe ishte thatë, por I bëj vet. Do të thonë të gjitha zëret në familje I bëj vet. Këto bukë të vogla janë gluten free. Dhe është specialiteti I mamit tim. Edhe drekën sot e kemi shumë special. Tavë me petka, me pul dhe me arra. I vash vetëm një val, me gjatë fshati e kam mbyll edhe pak vaj ulliri fillimisht. Petkat ne kemi traditë në familje dhe do t'i provojmë bashkë. Gatimi I mamit tim dhe unë mendoj që ajo e ka shpikur se nuk e kam ngrënë apo ta kem dëgjuar në një vend tjetër, se dhe petkat janë freskëta sa I kam bër, por dhe më merr malli shumë për gatimet e nënës time. Po vjen një aromë shumë e mirë që tani. Kemi hedhur arë moskat brenda, edhe arrat do t'ja hedhim këtu brenda. Do dalin ta fantastike. Mund të të pyes çfarë profesioni ke me çfarë? Unë jam punonjëse sociale. Ti është si Është punë e bukur sepse ke të bësh me fëmijë që nga kopshti deri në shkollë të mesme, por është e vështirë sepse pikërisht kjo mosha është e vështirë. Domos adoleshentët janë të vështirë për të menaxhuar, por është e bukur. Shumë e mirë. Aroma? Aroma shumë e mirë. Në tavolinë kur hahet kjo tava nuk hahet asnjë gjë tjetër, sepse kjo e ka shien kaq speciale, sa çdo gjë tjetër. S'duhet ta prishësh me asgjë. Po, nuk duhet ta prishësh dhe çdo gjë tjetër nuk ka vlerë. Okej, hajde tani tam. Një kofsh, edhe një krah. Apo e të provë. Jo. Bëjmë dëmon tani në fund. Na bëft mirë. Ka dalë mirë, ka dalë? Shumë. Salat